Bomba e sotshme, LSDM përmban akuza serioze për përfshirjen e mafias serbe në vend. LSDM akuzoi se pronari i bankës që ka marrë në pronësi Stopanska bankën në Manastir ka lidhje me Radojčićin. Kryeministri Mickoski akuzoi LSDM se po shpërndan panik përmes pretendimeve se në vend do të vinë migrant nga Britania, i bëri thirrje organeve që të ndërmarrin masa ligjore ndaj kësaj çështjeje. Mbi 40 autoshkolla në Maqedoninë e Veriut në ndyshime për shoqërim kriminal, ata dyshohen për sjellje të harmonizuar gjatë formimit të çmimeve për trajnimin e kandidatëve për patent shofer. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara janë shumë të mira. Sipas tij, mos pajtimi ka vetëm për çështjet që kanë të bëjnë me Serbinë. Të nderuar shikues, përshëndetje. LSDM-ja ka ngritur sot pikpyetje të mëdha për përfshirjen e mafias serbe në pazare milionëshe në Maqedoninë e Veriut. Sipas partisë opozitare, vetëm 2 muaj më parë, banka serbe Alta Banka ka marrë në pronësi Stopanska bankën në Manastir, për cilën sipas opozitarëve pëlqim ka dhënë guvernatori i Bankës Popullore Trajko Slaveski. Partia opozitare ka cituar opozitarët në Serbi, të cilët e akuzojnë pronarin e Alta Bankës Davor Macura se nga pronari një këmbimoreje të vogël në Zemun, bëhet pronar banke, investitor që ka kontrata me kompani gjigante shtetërore në Serbi. Mediat në Serbi e lidhin Macurën edhe me Milan Radojčićin, i cili është në sankcion amerikane dhe autori i sulmit në Banjsk në veri të Kosovës. Partia opozitare maqedonase LSDM ka vazhduar të publikoj bomba, siç i quajnë ata, të keqpërdorimeve të qeverisë së Mickoskit. Aleksandar Sasha Dimitrijević nga kjo parti tha se vetëm 2 muaj më parë, banka serbe Alta Banka ka marrë në pronësi Stopanska bankën SHA Manastir, për të cilën ai tha se pëlqim ka dhënë guvernatori i Bankës Popullore Trajko Slaveski. Nga LSDM theksojnë se ky transakcion, sipas tyre, është i pandashëm nga rrjeti financiar politik i strukturave në pushtet të Hristijan Mickoski dhe VMRO DPMNES dhe pyesin nëse kjo nënkupton hapjen e rrugët për transferimin e kapitalit dhe ndikimeve të dyshimta nga Serbia në Maqedoninë e Veriut. Për këtë arsye, LSDM kërkon që Drejtoria e Policisë Financiare të hapin hetim për këtë dhe të hetote prejardhje parave dhe rreziku i pastrimit të parave. Srpskata Alta Banka ja prevzet. Pronari Alta Bankës është Davor Macura nga Serbia fqinje. Në një kohë të shkurtër nga pronari një kombimoreje të vogël në Zemun, bëhet pronar banke, investitor që ka kontrata me kompani gjigante shtetërore në Republikën e Serbisë. Opozita serbe rregullisht e akuzon Macurën për krim, ndërkaq mediat në Serbi e lidhin miqësinë e tij edhe me Milan Radojčićin, i cili është në sanksione amerikane dhe në listën e zezë. Dimitrijević tha se kjo nënkupton hyrje ligjore të rrjedheve të dyshimta financiare në Maqedoninë e Veriut dhe hapje të derës për pastrim të mundshëm parash. Ai ka pyetur se si është e mundur që Banka Qendrore Evropiane ka ndërmarrë një hap kaq rigoroz, ndërsa tha se Trajko Slaveski dhe Banka Popullore e kanë lejuar pa hezitim të ndodhë kjo. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka bërë apel publik duke ftuar qytetarët të marrin pjesë në protestën e së shtunës më 13 dhjetor në orën 13 në sheshin Skënderbeu. Sipas Ahmetit, përmes protestës kërkohet lirimi i drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që aktualisht po gjykohen në Hag, si dhe të kundërshtojë akuzat që ai cilëson si të fabrikuara nga Serbia dhe Rusia. Ai nënvizon se pjesëmarrja në këtë protestë është një akt përgjegjësie për të nderuar sakrificën dhe për të mbrojtur të vërtetën historike. Liria ka emër, UÇK, thekson Ahmeti duke shtuar se ky emër mbetet pjesë e identitetit dhe dinjitetit kombëtar. Ahmeti u bën thirrje qytetarëve që të bashkohen masivisht në protestë. Ka vazhduar debati mes partive politike rreth pretendimeve për sjelljen e emigrantëve nga Britania. Kryeministri Mickoski sot sërish ka mohuar pretendimet, ndërsa akuzoi opozitën maqedonase se po shpërndan frikë dhe panik te qytetarët. Ndërkaq LSDM-ja opozitare thotë se qeveria do t'i sjellë emigrantët në këmbim të parave.
Kryeministri Kristian Mickoski u bëri thirrje organeve kompetente që të ndërmarrin masa penale ndaj personave të cilët, siç tha ai, po shpërndajnë frikë dhe panik tek qytetarët, se në vendin tonë do të vinë migrant. Mickoski thotë se kur kryeministri dhe ministrit kompetente mohojnë se ekziston marrëveshje me Britaninë për migrantët, ndaj personave që vazhdojnë të shpërndajnë informacione të tilla referuar LSDM-s, shton se është e udhës që ata të përgjigjen penalisht. Ai përsëriti qëndrimin se do të dalë nga politika nëse deri në pranverë LSDM sheh që vjen një migrant. Kur ka mohim zyrtar nga kryetari i qeverisë dhe nga ministrit kompetente të jashtme dhe të brendshme, mendoj se nga ky moment e tutje e kalojnë Rubikonin me vetëdije dhe edhe krahas demanteve po shpërndani panik dhe frikë dhe për këtë në kodin zgjedhor parashihen sanksione të caktuara dhe ju bëj thirrje organeve kompetente që të dalin nga kthetrat e pushtetit të kaluar LSDM-BDI dhe kundër këtyre personave të ngrejnë procese sepse shumë qytetar me të drejtë janë të shqetësuar. Ndërsa LSDM vazhdon me akuza ndaj pushtetit se qeveria po sjell migrant për para. Me kredim prej 6 milion eurosh t'i paguajnë migrantët, t'i ushqejnë dhe t'i paguajnë ndërtimin e qendrave sociale për ta. Kështu duket politika patriotike e VMRO-s. LSDM antarësoi Maqedoninë në NATO për të ruajtur sigurinë dhe kufijtë e shtetit, ndërsa VMRO dopamëne e rrezikon sigurinë me plane për sjellje të migrantëve për para. Kryeministri kujtoi LSDM-s se kanë qenë ata që në seancë qeveritare kanë votuar për ndërtim kampesh private të migrantëve për të cilat tha se kishte protesta edhe nga VMRO, ndërsa në deklaratën e tij se në vlerat themelore të VMRO-s është politika antimigrante, thotë se atëherë janë akuzuar si parti ksenofobe. Pas reagimeve në opinion për propozimin e kuvendit që Alban Kadriu të zgjidhet antar në Këshillin Gjyqësor, kryeministri Mickoski deklaroi se qeveria nuk ka kompetenca të ndërhyjë në përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, duke theksuar se kandidatura e Kadriut është propozim i kuvendit e jo i qeverisë. Ai tha se përderisa Kadriu plotëson kushtet ligjore, qeveria nuk mund të ndërmarrë asgjë. Qeveria nuk ka kompetenca që të përzihet në punën e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor. Kështu u përgjigj kryeministri Kristian Mickoski pyetjes së gazetarëve sipas të cilëve ka pasur reagime në opinion për propozimin e kuvendit që anëtari i Këshillit Gjyqësor të jetë Alban Kadriu, për shkak se më herët ai kishte qenë këshilltar në MPB. Përderisa i plotëson kushtet dhe kriteret u shpreh më tej Mickoski, ata nuk mund të bëjnë asgjë. Ai është kandidat që e ka votuar parlamenti si antar të Këshillit Gjyqësor nga radhët e pakicave të më shumë se 20%, respektivisht nga etnia shqiptare, derisa kandidati plotëson kushtet në pajtim me thirrjen publike dhe të gjitha kriteret në pajtim me ligjin. Ne këtu nuk mund të bëjmë asgjë si qeveri. Në fund ju mbetet deputetëve nëse do ta mbështesin ose do të kërkojnë ndonjë vendim tjetër. Ky nuk është propozim i qeverisë, është i kuvendit. Me 8 vota pro, Komisioni për Zgjedhje dhe Emërime vendosi që kuvendi ta propozoi Alban Kadriun si antar i Këshillit Gjyqësor. Ai ishte propozimi i koalicionit Blen. Ndërsa për antarin tjetër që duhet të propozohet nga presidentja, siç tha Mickoski referuar deklaratës së presidentes, ai do të zgjidhet me ligjin e ri për Këshillin Gjyqësor. Dhe Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet komuniteteve dhe Komisioni Legjislativ dhe Ligjor miratuan nevojën për të miratuar propozim ligjin e ri për Këshillin Gjyqësor, i cili përbën bazën për një reformë thelbësore të gjyqësorit. Policia në Tetov njoftoi se është ngritur kallëzim penal ndaj një 53 vjeçari nga Negotina për dyshim për vrasjen e një gruaje nga fshati Raven, e cila ishte zhdukur më 7 dhjetor të këtij viti. Pas analizës së kamerave të sigurisë dhe thirrjeve telefonike si dhe kontrollit të shtëpisë, 53 vjeçari dhe bashkëshortja e tij u arrestuan. Vrasësi e pranoi krimin dhe tregoi vendin ku ishte varrosur trupi. Ministria e Punëve të Brendshme në Tetov njoftoi se zyra e jashtme për çështje penale Gostivar ka ngritur kallëzim penal kundër personit me inicialet SM 53 vjeç nga fshati Negotin, komuna Vrapçisht, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e një vepre penale vrasje. Konkretisht, më 9 dhjetor 2025, JM 34 vjeç nga rajoni i Gostivarit ka raportuar se nëna e tij, HA 53 vjeç nga fshati Raven, rajoni i Gostivarit, ka dalë
dal nga shtëpia dhe më vonë në kamerat e sigurisë ka vërejtur se më 7 dhjetor 2025 ajo ka hipur në një automjet pasagjerësh Fiat, për çka është bërë e paqasshme në telefon. Ai gjithashtu ka raportuar se në kamerat e sigurisë ka vërejtur se natën midis 6 dhjetor dhe 7 dhjetor SM ka hyrë dhe ka kontrolluar shtëpinë e tij dhe se janë marrë para nga dhoma. Më 11 dhjetor në orën 2:15 SM u privua nga liria me dyshimin se e kishte detyruar HA të largohej nga shtëpia me të. Pas marrjes së masave në lidhje me rastin, pas verifikimit të videoregjistrimeve, u përcaktua se i pandehuri kishte dhënë deklaratë të rreme në stacionin policor. Njëkohësisht, nga lista e thirrjeve të pranuara u përcaktua se HA e kishte kontaktuar për herë të fundit më 7 dhjetor 2025. Më vonë, me urdhër gjykate, u krye kontroll në shtëpinë e SM, pas së cilës edhe gruaja e tij, GV, 48 vjeç, u privua nga liria. Në një intervistë zyrtare në stacionin policor, G.V pranoi se burri i saj, S.M, e vrau H.A me armë dhe tregoi vendin ku ishte varrosur. Pas kësaj, oficerët e policisë nga zyra e jashtme për çështje penale në Gostivar, në një prani të prokurorit publik inspektuan vendin në afërsi të fshatit Negotin, ku u gjet trupi i H.A me urdhër të prokurorit publik. Trupi i pajet është dërguar në obduksion. Ndërkaq, prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike e Gostivarit gjatë natës kreu ekspertizë në territorin e fshatit Negotin të Gostivarit, ku është urdhëruar për autopsi si dhe mbledhjen e gjurmëve nga vendngjarja. Prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike e Gostivarit gjatë natës kreu ekspertizë në territorin e fshatit Negotin të Gostivarit, ku u gjet trupi i një personi të vdekur ende të pa identifikuar, i varrosur në një grop. Për shkak të dyshimeve se mund të bëhet fjalë për një grua e cila ishte raportuar më herët si e zhdukur, me indikacione se ishte privuar padrejtësisht nga liria, prokurori publik urdhëroi autopsinë dhe identifikimin e trupit të pajet, si dhe mbledhjen e gjurmëve nga vendngjarja. Nga prokuroria theksuan se gjatë natës u ndërmorën disa veprime hetimore, pas të cilave ndaj një personi të dyshuar është caktuar masa e ndalimit të shkurtër prej 48 orësh për sigurimin e provave, ndërsa një person tjetër është mbajtur në ndalim dhe ndaj tij po kryhen verifikime. Ndërkaq, me urdhër të prokurorit publik po ndërmerren veprime për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës ka inspektuar mbi 40 autoshkolla në Maqedoninë e Veriut dhe ka gjetur indikacione për bashkërendim të mundshëm të çmimeve që mund të përbëjë shkeljet ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Komisioni po vazhdon mbledhjen e provave dhe nëse konfirmohen shkeljet do të ndërmarrë masa ligjore. Qëllimi kryesor mbetet mbrojtja e konkurrencës dhe interesave të konsumatorëve. Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës, pas kontrolleve të kryera, në mbi 40 autoshkolla kanë konstatuar se ka indikacione për sjellje të harmonizuar gjatë formimit të çmimeve për trajnimin e kandidatëve për patent shofer. Sipas informacioneve nga komisioni, bashkëpunimi kartelist i autoshkollave paraqet një shkelje të mundshme të nenit 7 paragrafi 1 të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Gjatë kontrollit janë konstatuar indicje që tregojnë për mundësinë e një sjellje të harmonizuar të autoshkollave, kartel në formimin e çmimeve për trajnimin e kandidatëve për drejtues mjetesh. Nga komisioni thonë se do të vazhdojmë me mbledhjen intensive të provave dhe me përcaktimin e detajuar të gjitha fakteve relevante. Gjithashtu, ata shtojnë se nëse konfirmohet ekzistimi i veprimit të ndaluar të marrëveshjes, do të ndërmerren masa të dhura në përputhje me ligjin. Komisioni thekson se kontrolli i punës së autoshkollave është pjesë e punës së tyre të vazhdueshme për konstatimin e mundshëm të shkeljeve të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Sistemi i ri mbikëqyrjes në komunikacion Safe City nuk do të nisë më 1 janar, siç edhe ishin paralajmërimet, por do të nisë zyrtarisht më 1 shkurt 2026 në Shkup, Tetov, Kumanov dhe përgjatë korridoreve 8 dhe 10, konfirmojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme për Mijen. Nga Ministria e Brendshme theksojnë se qëllimi është rritja e sigurisë në trafik dhe ulja e numrit të aksidenteve. Sipas MPB-s, kundërvajtjet e regjistruara nga kamerat do të dërgohen pronarëve të automjeteve përmes SMS porosive dhe emaileve së bashku me linkun për shkarkimin e proces verbalit dhe kryerjen e pagesës. Njoftohen gjithashtu se nëse gjoba paguhet brenda 8 ditëve, shoferi përfiton zbritje prej 50%. Pas këtij afati, siç thuhet në njoftim, gjoba mund paguhet e plot edhe për 8 ditë të tjera përpara se të nisë procedura e detyrueshme. Të huajt dhe qytetarët që mund t'i shmangen pagesës janë të detyruar ta shlyejnë menjëherë dënimin. Ministria e Brendshme njofton se pagesa realizohet online dhe verifikohet automatikisht.
Aeroporti ndërkombëtar i Shkupit ka përcjell udhëtarin e tij të 3 milionët për vitin 2025, duke shënuar rritje të udhëtarëve në krahasim me vitet e kaluara. Drejtori i kompanisë TAV Maqedoni, Nexhat Kurt, tha se ky sukses është rezultati i strategjisë së qëndrueshme dhe bashkëpunimit me qeverinë. Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski njoftoi për 21 linja të reja nga Shkupi që prej ardhjes në qeveri dhe paralajmëroi destinacione të reja për vitin 2026 si Napoli, Budapesti, si dhe disa linja nga Ohri drejt qyteteve europiane. Në këtë mënyrë është përcjellur udhëtari 3 milionët që udhtoi këtë vit nga aeroporti ndërkombëtar i Shkupit. Nexhat Kurt, drejtori gjeneral i TAV Maqedoni, deklaroi se aeroporti vazhdon të rritet duke u bazuar në numrat e udhëtarëve që vit për vit rriten. Ai tha se në vitin e parë të punës, vitin 2010, aeroporti ka regjistruar 684.000 udhëtar, ndërkaq fal punës së vazhdueshme, sipas Kurt, aeroporti sot ka përcjellur udhëtarin e 3 milionët brenda vetëm një viti. Në vitin e parë kur e morëm aeroportin, në vitin 2010, vitin e përfunduam me 684.000 udhëtar, në vitin 2014 arritëm në 1 milion udhëtar, në vitin 2018 arritëm numrin e 2 milion udhëtarëve, kurse sot e përsollum udhëtarin e 3 milionët. Kjo e tregon vizionin ton dhe strategjinë, por edhe bashkëpunimin ton me qeverinë, të cilën e kemi edhe partner. Në këtë konferencë, Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski njoftoi edhe linja të reja nga Shkupi, tha se që nga formimi i qeverisë së re dhe pasardhjes së VMRO-s në pushtet janë regjistruar 21 linja të reja, të cilat Shkupin e bën qendër rajonale të rëndësishme. Ai ka njoftuar për linja të reja edhe në vitin 2026. Најавам неколку убави вести за 2026 година. Vini edhe mundësitë e reja dhe linjat e reja për vitin 2026. Shkup Napoli, Itali, fillon me 6 prill të vitit të ardhshëm. Shkup Budapest, Hungari, gjithashtu me 6 prill. Ohër Katowice, Poloni, fillon më 28 qershor. Ohër Wrocław, Poloni, gjithashtu më 28 qershor. Dhe Ohër Milano, Malpenso, Itali, gjithashtu më 28 qershor të vitit të ardhshëm. Mund të njoftojmë se edhe Austrian Airlines do të ketë linja të reja të rregullta nga Vienna për në Ohër. Këto janë shumë lajme të mira. Sipas drejtuesve të TAV Maqedoni dhe Ministrisë së Transportit, zgjerimi i kapacitetit dhe rritja e ofertës së destinacioneve pritet të ndikojë drejt për drejt edhe në përmirësimin e lidhjes rajonale dhe në rritjen e fluksit turistik. Një avion i vogël është rrëzuar sot në liçenin e Mavrovës, siç njoftoi nga sektori për punë të brendshme Tetov. Në avion kanë qenë 2 shtetas të Kosovës, GP-41 dhe DM-64, të cilët kanë marrë lëndime dhe janë dërguar në spitalin e Gostivarit për ndihmë mjekësore. Sot në ora 12:35 në SPB Tetov, Gostivar është raportuar se një avion i vogël sportiv ka rënë në liçenin e Mavrovës në afërsi të digës kanali Beliçit. Sipas raportimit, nga avioni në tokë kanë arritur të dalin 2 shtetas kosovar, GP-41 dhe DM-64, i cili drejtonte mjetin fluturues. Ata kanë pësuar lëndime dhe janë transportuar në qendrën mjekësore Gostivar për të marrë ndihmë mjekësore. Punonjës policie nga Departamenti i Policisë Mavrov kanë dalë menjëherë në vendngjarje dhe gjatë bisedës me ta, DM ka deklaruar se për shkak të një problemi me motorin ka aterruar në liçen, thon nga sektori për punë të brendshme Tetov. Pas mbështetjes publike që mori nga koalicioni Vlen, Zulhajrat Demiri, që doli si kandidat i pavarur për garën e të pare të Vrapçishtit, ka marrë mbështetjen edhe të Aleancës për shqiptarët të Zjadin Seles. Se do të mbështesin Demiri konfirmuan nga ASH-ja, duke thënë se besojnë që në personalitetin, përgatitjen dhe aftësitë e dëshmuara deri më tani. Ata shtojnë se Demiri është personaliteti formuar, njeri besnik dhe punëtor, menaxhues i suksesshëm në përgjegjësi që ka bartur deri më tani. Nga Aleanca për shqiptarët janë të bindur se me të njëjtin përkushtim dhe sukses do të menaxhojë edhe këtë detyrë të re të cilën e ka marrë mbi sube. Aleanca për shqiptarët e Seles fton anëtarët e saj dhe simpatizantët, po edhe gjithë qytetarët që në mënyrë masive të mobilizohen dhe të mbështesin njeriu i cili me punë dhe ndershmëri ka dëshmuar tani më se është zgjedhja më e mirë për të menaxhuar komunën e Vrapçishtit.
Është në më tejme lajmet, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të njëjtën se marrëdhëniet e vendit me Shtetet e Bashkuara janë shumë të mira dhe që mbospajtimet kryesore kanë pasur të bëjnë gjithmonë lidhur me Serbinë dhe strukturat e saj dhe asnjëherë për çështje bilaterale. Duke folur më tej për mospajtimet eventuale me SBA-n, Kurti ka thënë se ka pasur raste kur Shtetet e Bashkuara kanë konsideruar që qëndrimi i tij karshi Serbisë ka qenë shumë rigoroz. Por unë nuk mund të pres nga SBA-ja që ta ketë qëndrimin për Serbinë si e ka për Kosovën. SBA-ja ka njohur Serbinë, ka njohur edhe Kosovën, janë miq dhe aleat tanë, ka deklaruar Kurti. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se mund të bëhet përsëri kryeministri i vendit. Vučić tha se nuk do të ndryshojë kushtetutën, vetëm që të kandidojë përsëri për president. Disa njerëz këtu kanë gënjur. Vučić do të ndryshojë kushtetutën, do të kandidojë përsëri. Jo, sigurisht që kjo nuk do të ndodhë. Ndoshta do të ndryshojmë kushtetutën për disa çështje tjera, por për këtë nuk do të ndodhë. Të paktën jo gjatë mandatit tim, tha Vučić. Ai ka qenë kryeministri i Serbisë nga 27 prilli 2014 deri më 29 maj 2017, ndryshe nga posti i presidentit, kushtetuta e Serbisë nuk e kufizon numrin e mandateve për kryeministrin. Të paktën 82 fëmijë thuhet se janë vrarë në Gaza që nga hyra në fuqi e mbushimit në tetor, tha sot UNICEF-i, duke paralajmëruar për ato që e përshkroi si një model tronditës dhune. Zëdhënësi i UNICEF-it Ricardo Pires tha se UNICEF-i e di që sipas asaj që thuhet deri më tani 82 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga 10 tetori, i cili përsëri është një model tronditës dhe duhet të ndalet. Sipas hyrjes së medias në Gaza, të paktën 386 persona janë vrarë dhe 980 të tjerë janë plagosur nga zjarri i ushtrisë izraelite që nga armëpushimi. Ishte e tëra kjo për këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues, ndërsa ne do të takohemi me lajmet qendrore sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje.